Përshëndetje, unë jam Arbër Alili dhe kjo është klasa për zhvillim në platformën Android. Qëllimi i kësaj klase është që të mësohen konceptet bazike për zhvillim në platformën Android. Kjo është video parë dhe në këtë video do të shpjegohen konceptet themelore të kësaj platforme. Fillimisht, çfarë është Android? Android është një platformë e cila është prezente në disa pajisje të ndryshme. Siç mund të vrehet në faqen zyrtare të Androidit, Androidi është i pranishëm në telefona, në orë, në televizor e madje edhe në vetura. Androidi si sistem operativ përkrah background proceset apo proceset në prapavi, përkrah 2D dhe 3D teknologjinë përmes OpenGL standardeve, sikurse në këtë foto këtu mund të shihni Super Marion, i cili në versionin e parë është 2D, ndërsa në versionin e dytë në 3D. Nëse bëjmë një krahasim me robotin e Androidit, ky robot është në 2D, ndërsa ky është në 3D. Pra këtë paraqitje përmes OpenGL standardeve të lojrave të ndryshme, siç kemi mundur t'i shohim në kërkime të ndryshme në Google dhe në lojrat që i kemi prezente në telefonat tonë, janë si rezultat i përkrahjes së OpenGL standardeve nga platforma apo sistemi operativ Android. Përveç kësaj, Android përkrah edhe qasjen e fajla, përkrah edhe SQLite databazen e ndërfutur apo SQLite embedded database. Si është i ndërtuar Androidi? Androidi është i ndërtuar përmes disa shtresave. Në foton që po shihni i kemi 4 shtresa themelore të Androidit. Në stresën më të fundit është Linux kerneli. Linux kerneli mundson komunikimin me pajisjet hardverike, pra si për shembull me display, me kamera, me Wi-Fi apo me elemente tjera. Mbi të është shtresa e dytë, në të cilën janë të vendosur libraritë themelore dhe Android Runtime. Libraritë themelore përmbajnë disa librari që na mundsojnë komunikimin me Linux kernel dhe me pajisjet hardverike. Në Android Runtime kemi Core Libraries apo libraritë themelore dhe Dalvik Virtual Machine. Androidi është i bazuar në Java dhe njëjtë sikurse Java punon në Virtual Machine, por kjo Virtual Machine është më speciale dhe quhet Dalvik Virtual Machine. Mbi këtë shtresë është shtresa e kornizës së aplikacionit apo Application Framework. Kjo është një API që mundson ndërveprimin me sistem nga aplikacioni. Për shembull, këtu i kemi të shënuar disa librari. Nëse marrim shembull Telephone Manager, kjo është një librari e cila nevojitet në rastin ku nga aplikacioni kemi të bëjmë me thirrjet telefonike të cilat na vijnë në telefonin tonë dhe manipulimin me ta. Në këtë rast do të përdorim Telephone Manager. Shtresa e epërme është shtresa e aplikacioneve. Kjo përmban aplikacionet të cilat janë built-in në sistemin operativ Android apo aplikacionet që i zhvillojmë ne vetë. Google Play është patjetër një element që lidhet direkt me Android. Google Play është marketi në të cilin publikohen gjitha aplikacionet që zhvillohen për platformën Android. Në ekran mund të shihni disa nga aplikacionet të cilat janë të instaluara në pajisjen time Android. Në këtë market kemi mundësi që të publikojmë gjitha aplikacionet, qofshin ato me pagesë apo pa pagesë. Se si duket konzola e një aplikacioni është sikurse në pamjen e vjem. Ky është një aplikacion i zhvilluar nga unë dhe kjo është konzolla se si duket nga ana e zhvilluesit. Këtu janë disa statistika, ndërsa në anën e majt mund shohim edhe disa veti të tjera, sikurse që janë ratings, pastaj problemet dhe optimization tips si veti e re e shtuar nga Google Play. Çfarë na duhet për zhvilluar për Android? Për zhvilluar për Android na duhen 3 vegla kryesore. Ato janë SDK, Software Development Kit, i Androidit, na duhet ADT plugini apo ADT-ja, Android Debug Tool, dhe një IDE për zhvillimin e aplikacionit. Për IDE mund përdorim Eclipse ose Android Studio, që në versionin tanishëm është si beta version. Në faqen për zhvillues në Android, në linkun sikurse mund ta vreni në ekran, jepen këshillat dhe veglat për zhvillim në Android. E thënë në mënyrë përmbledhëse, Android SDK përmban veglat e nevojshme për krijimin, kompilimin dhe paketimin e Android aplikacioneve. ADB, Android Debug Bridge, është vegël që mundson lidhjen me pajisje reale ose virtuale për ekzekutim të aplikacionit, dhe Development IDE është mjedis zhvillues ku preferohet Eclipse ose Android Studio për zhvillimin e kodit burimor për aplikacionet në Android. Si përfundim, si zhvillohet në Android? Kodi shkruhet në gjuhën programuese Java, kodi burimor i Javas konvertohet në Java class file nga Java compileri, pastaj Android SDK përmban një vegël të quajtur DX që konverton Java class
fajlat në Dex File të ekzekutueshëm për Dalvik Virtual Machine. Këtë bëhet edhe optimizimi i të dhënave redundante, si për shembull stringje apo variableve të tjera që janë redundante në aplikacionin, rrjedhimisht në kodin burimor ton. Dex file dhe resurset si XML, foto e tjerë paketohen në APK file, Android Package file, dhe ky file përmban gjitha dhënat e nevojshme për ekzekutim në Android pajisje përmes ADB Veglës. Kjo ishte video e parë për zhvillim në platformën Android. Në videon tjetër do shohim se si përgatitet ambienti për të filluar punën në zhvillim në Android. Ju faleminderit.